Shërbimet sekrete ruse pretendojnë se kanë zbardhur plotësisht qëllimin e shërbimeve sekrete ukrainase, ndihmuar nga ato britanike, për rrëmbimin e një avioni MiG-31. Moska tha më 11 nëntor se kishte ndaluar përpjekjen, sipas të cilës një pilot rus të MiG-31 i ishte ofruar $3 milion në këmbim të dorëzimit të avionit në një nga portet ukrainase. 10 ditë më vonë, Rusia thotë se plani i Ukrainas ishte që avioni të përdorej më pas për të sulmuar një bazë të NATO-s në Rumani, në përpjekje për të nxitur luftën drejt për drejt mes aleancës ushtarake perëndimore dhe Rusisë. Shërbimi sekret rus, FSB, tha se kjo nuk është hera e parë që inteligjenca ushtarake ukrainase synon në misione sekrete të saj që të tërheqë në luftë edhe NATO-n. Për të provuar këtë pretendim, rusët kanë publikuar dëshminë e një piloti tjetër, MiG-31, që tha se një vit më parë e kishin kontaktuar dhe premtuar $3 milion dhe një pasaport britanike në këmbim të fluturimit të avionit në hapësirën ajrore rumune dhe vëzhgimit të bazës së NATO-s në Konstancë.